Një moment emocional u regjistrua në emisionin Se luan topi në Top Channel, ku aktivistja për të drejtat e njerëzit Edlira Çepani u surprizua nga babai i saj, ish diplomati Çlirim Çepani. Në një rrëfim të ndjer, ai foli për lidhjen e ngushtë me dhëndrin e ndjer Gerti Bogdani, të cilin e përshkroi si një djalë të shkëlqyer dhe të dashur për familjen. Sa hyra pash fotografinë e Gertit dhe mu duk sikur u ngjall, e kisha si fëmijën tim, tha ai, duke kujtuar me emocione telefonatën e fundit me të, vetëm një ditë para ndarjes nga jeta. Më tha më ndoqe dhe i thash të ndoqa fjalë për fjalë, shkëlqeve në çdo gjë. Ishte hera e fundit që folëm. Çepani u shpreh krenar për vajzën e tij Edlirën, duke e cilësuar si një grua të fortë, të zgjuar dhe të admirueshme për qëndrimin që ka mbajtur përballë kësaj humbje. Është një kënaqësi e madhe për një prind kur fëmia lë një emër të mirë, theksoi ai, duke shtuar se fëmijët e saj i kanë ngjarë për forcën dhe karakterin. Nuk ri dot pa takuar Edlirën dhe fëmijët e saj, përfundoi Çepani, duke përcjell një mesazh të thellë dashurie familjare.